dite, projekt vendime që kanë të bëjnë me shpërndarjen e mandateve për qarkun Berat, Dibër, Shkodër dhe Vlorë. Po, Komisioneri Shtetëror I Zgjedhjeve miraton shpërndarjen e mandateve për zgjedhjet për kuvendin, si dhe jep mandatet për çdo deputet bazuar në nenin 19.1/I e Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Komisioneri Shtetëror I Zgjedhjeve në sajt të vendimeve për qarkun Dibër, vendimi numër 13/14 I datës 22/5, vendimi për qarkun Shkodër, vendimi numër 13/12 I datës 22/5, vendimi për qarkun Vlorë, vendimi numër 13/16 I datës 23/5, vendimi për qarkun Berat, numër 13/19 I datës 23/5, ka miratuar tabelat përmbledhëse të rezultatit për subjektet zgjedhore për zonat zgjedhore të lartë përmendura. Kundër këtyre vendimeve brenda afateve ligjore janë paraqitur kërkesa ankimore ku janë kundërshtuar vendimet e sipërcituara. Në përfundim të shqyrtimit të ankimimeve, Kolegji Zgjedhor vendosi lënien në fuqi të gjitha vendimeve të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Në bazë të neneve 162 dhe 163 të Kodit Zgjedhor, I propozojmë për shqyrtim dhe miratim Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendimet për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe për zaktimin e kandidatëve fitues në zonat zgjedhore të qarqeve Vlorë, Shkodër, Berat, Dibër për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025. Mirë, faleminderit. Atëherë, shpërndarja e mandateve për qarkun Berat është si vijon. Partia Socialiste e Shqipërisë merr 5 mandate, koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore 2 mandate. Marrim mandatin e deputetit për Partinë Socialiste, zoti Ervin Demo, zonja Enriketa Jau, zoti Ysen Buzali, zoti Fadil Nasufi dhe zonja Atigje Konomi. Për koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore, marrim mandatin e deputetit zoti Eno Bozdo dhe zoti Zia Ismaili. Ndërkohë, për Partinë Socialiste dhe kandidatët të cilët I janë nështruar të votimit parapërqyes dhe nuk kanë marrë mandate, rirenditen si vijon Julian Zyla, Erdis Hyka, Matea Regjepi dhe Ardian Islami. Për koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore, kandidatët të cilët janë nështruar votimit parapërqyes dhe të cilët nuk kanë marrë mandate, nuk marrin mandat, rirenditen, duke filluar nga numri 1 Parid Mamutaj, Lefter Maliqi, Valbona Doko, Oltion Merdari, Fatmira Kola, Thoma Rumnici dhe Besnik Osmani. Për qarkun Dibër, shpërndarja e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore si vijon, Partia Socialiste 3 mandate, koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore 2 mandate. Marrim mandatin e deputetit, kandidatët vijues të mbështetur nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste, zoti Blendi Klosi, zonja Alma Selami dhe zoti Agron Malaj. Për Partinë Demokratike marrin mandatin e deputetit zoti Xhelal Mziu dhe zonja Denisa Vata. Kandidatët të cilët I janë nështruar votimit parapërqyes dhe të cilët nuk kanë marrë mandatin e deputetit, për Partinë Socialiste do të renditen si vijon, duke filluar nga numri 1 zoti Murat Dani, Daniel Gjura, Valentina Aliti dhe Dritan Selishta. Për subjektin zgjedhor koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore, kandidatët të cilët janë nështruar votimit parapërqyes dhe nuk kanë marrë mandat, do të renditen si vijon për Parin Spahiu, Gjemal Gjunçi, Alketa Agodhi,
Basir Çollaku dhe Ismail Uka. Për qarkun Shkodër, shpërndarja e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore është si vijon. Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore 5 mandate, Partia Socialiste e Shqipërisë 4 mandate, Partia Social-Demokrate 2 mandate. Marrin mandatin e deputetit kandidatët e listës shumëmërore të subjektit zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore, si vijon zoti Luciano Boçi, zoti Kliti Hoti, zonja Greta Bardeli, zoti Ramadan Likaj dhe zoti Bart Spahia. Marrin mandatin e deputetit kandidatët e mbështetur nga Partia Socialiste, si vijon zonja Mariana Koçeku, zoti Orit Beleri, zoti Gjenis Qela, zonja Gjenis Qela dhe zoti Bujar Reqa. Rirenditja për kandidatët e Partisë Demokratike e Alianca për Shqipërinë Madhështore, të cilët janë nështruar votimit parapëlqyes dhe nuk kanë marrë mandat, është si vijon Tedi Kopliku, Gentian Ndoi, Matilda Matia, Ndoc Ashta, Aurel Markaj, Seneda Mehmeti, Ludovik Hasani, Arben Lushaj, Elmira Ndreveshaj dhe Lilian Idrizaj. Të rirenditur kandidatët në listën shumëmërore të Partisë Socialiste, të cilët janë nështruar votimin parapëlqyes dhe nuk kanë marrë mandat, janë si vijon Edona Bilali, Shkëlqim Sterkaj, Frok Gjini, Marian Ndërshtiqaj, Vesmir Lesha, Olta Duda, Enertil Canaj, Ervin Dodaj, Kejsi Spahiaj, Adnan Shullani dhe Vera Ndrecaj. Do të shtojmë këtu të Partisë Social-Demokrate. Shpërndarjen e mandateve për Atëherë për Partinë Social-Demokrate marrin mandatin e deputetit Osman Teta dhe Bledar Mezini. Ndërkohë që kandidatët janë nështruar votimit parapëlqyes dhe të cilët nuk kanë marrë mandatin e deputetit nga Partia Social-Demokrate, do të renditen Besnik Brahimi, Shkurt Lasku, Meri Markiqi, Julian Marku, Gledis Qeliku, Suadga Kopshti, Robert Mujeci, Miriam Pali, Migena Kaleqaj, Lulash Gjinesha dhe Lisman Plumbaj.
për qarkun Vlorë, shpërndarja e mandate ndërmjet subjekteve zgjedhore është si vijon, Partia Socialiste e Shqipërisë 9 mandate, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore 3 mandate. Marrin mandatin e deputetit kandidatët vijues të listës shumërore të Partisë Socialiste, zoti Bledar Çuçi, zonja Zamira Sinaj, zonja Eriona Ismaili, zoti Piro Vëngu, zoti Damian Gjiknuri, zoti Vullnet Sinaj, zonja Brunilda Mersini, zoti Ardit Bido dhe zoti Vasil Vllajova. Për koalicionin Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore, marrin mandatin e deputetit zoti Bujar Leskaj, zoti Evangjel Dule dhe zonja Ina Zhupa. Rirenditja e kandidatëve që janë në shtrua votimit parapërgjithës për subjektin zgjedhor Partia Socialiste është si vijon: Klevis Kaso, Briseda Çakëri, Elvisa Lushi, Gjergji Mërkuri, Endri Hyseni, Mjaftesa Sulej, Ina Majko. Për subjektin zgjedhor Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore, rirenditja e kandidatëve të cilët janë në shtrua votimit parapërgjithës do të jetë si vijon: Atirt Hoxha, Petraq Gjikuria, Matilda Qurku, Artan Liçaj, Nada Daullja, Alta Aluci, Mario Runa, Edmond Fetau, Monika Oshafi, Romario Memie, Selaudin Nolej, Ridvan Mersinaj dhe Skënder Muça. Mirë, çështjet tjera nuk kemi në rendit ditës, seanca mbyllet.